Ky emision mundësohet nga Hotel Golden Palace, Butik Anoe dhe Moda Greke. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në puntatën e radhës të Star Trend. Siç e dini, ky format televiziv është që të nxjerrë në pa talentet e Shkodrës. Talentet e Shkodrës janë të shumtë dhe një ndër to është një mik i imi, është një mik i televizionit Star Plus, Noel Hoxha. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin tim në Star Trend. Përshëndetje, Diamira, faleminderit për ftesën si fillim. Unë duhet të them që ne kemi një muaj e sa që bëhemi të realizojmë këtë intervistë, po nuk arrim kur të gjejmë kohën. Jemi shumë busy. Po, jemi busy. Dhe sot është momenti që të shpalosim gjithë talentin tonë. Si lindi dëshira për të marrë me prezantim? Për të prezantuar ka qenë ëndra jeme qysh i vogël, në fakt, që bësha ato videot e mia dhe i kam alate tableti i vjetër. Dhe dëshira për të prezantu ka qenë shumë e madhe dhe ashtë e la. Për shembull, në aktivitetet shkollore që unë kam pas, gjithmonë mundohesha me afru sa më afër mikrofonit që me më kap mu. Edhe kështu vazhdoj. Gjithmonë në qendër të vëmendjes në Eli, jam këtu, jam vetëm unë. Dhe kështu vazhdoj të rrit kjo ëndër, saqë edhe sot them me veti me zipërs që tritën të punoj në televizion. Edhe të prezantoj. Po e mban mend atë videon tënde të parë që ke realizu? Videoja me parë në YouTube. Nuk them YouTube, por një nga videot tuaja të para që fillove ta filmoja dhe ta montoja. Në tabletin e vjetër. Te tableti i vjetër kam bë video. Supozoja që unë isha në një studio televizive dhe unë isha moderatori. The one and only. Çfarë emisioni ka qenë? Se maj me në zvit. Ka qenë emision fëmish, ka qenë emision serios politik, ka qenë emision... Maj mend që më pëlqejte me imitu këta moderator të shqiptar. Edhe qa shifsha në televizor, unë i transmetosha te tableti. Te video jote. Po, videoja me e parë që mund kem realizu si një, duke imitu Blendi Fevzion, dhe kam bë një si tip intervist me veten për koronavirusin. Ka qenë ko karantina, aty ku lini edhe dëshira me bë video. Po inspirimi yt, mund të them, nga të gjithë prezantuesit që kemi në Shqipëri, kush është inspirimi? Ai që të ndihmon më tepër ndoshta edhe të ecësh në karrierë. Inspirimi jem është një nga moderatorët më të njohur në Shqipëni, është Arbana Osmani, që çdo program janë ndjek. Dhe më pëlqen shumë mënyra se si prezanton, se si flet dhe ndjek në çdo dalje të saj televizive. Noel, cili ishte personi që të përkrahu më shumë gjatë realizimit të videos tënde, pasi realizove videon? Kush ishte ai që tha bravo? Prindërit e mi. Prindërit e ty? Po. Andosh gjithmonë që unë me ecë nëlte edhe ala dojnë. Çdo prind në fakt do që fëmia i tij të ecë, domethënë karriera e tyre të ecë sa më lart, dhe janë shumë me fat fëmijët që kanë prind të tillë, që i superojnë dhe ju japin dorë që të vazhdojnë karrierën e tyre dhe dëshirën e tyre, në këtë rast për të qenë një prezantues. Videoja e parë në vlog. Si të lindi ideja që të hapjen një vlog? Si që thasha pak ma përpara, gjithë kjo gjë nolli në kohën e karantinë, që s'kishim që të bënim shtëpi. Shumë e vërtet, aty dolën talentet të reja. Shprehëm talentet edhe unë mendova që me kushtet shtëpiake që kishim në atë kohë, bëja një gjë të tillë që vazhdoj të ecë dhe. Po pse pikërisht vlog? Ti mund ta hedhje këtë edhe në rrjetet e tjera sociale, për shembull. Pse pikërisht hape një kanal YouTube?
Sepse unë i ndjegu shumë youtuberat edhe mendova pse jo mos bëj edhe unë një gjë tillë, me që kjo është talenti jem, me fol, me prezantu. Cili është personi që ti ndjek më shumë nga të huajt, mund të them? Në YouTube? Po, Nga të huajt. nga të huajt. Mund t'jenë Royalty Family. Të pëlqejnë ato video që bëjnë, challenges që bëjnë me njëri tjetrin. Ndonjëherë inspirohem edhe nga ata për videot e mia. Cili ka qenë për shembull videoja jote më klikuar deri më tani? Mund të ketë qenë, në fakt janë dy. Po një video është ajo që bëja unë me sfida, me kushrinën, me dënime ndryshme, edhe tjetra është intervista me Mateos Frokun. Mendon se icin më shumë vlogjet apo këto challenges? Po tjetë një ndërthurje mes tyne, ka edhe më shumë shikueshmëri. Nuk mund zgjalli mes të dyjave, se të dyja më kanë ecë shumë personalisht. Duke qenë se ti në një moshë të vogël akoma dhe je edhe në shkollë, je një, domethënë fëmia i parë në Shkodër që ke vlogun tënd, si ndihesh për këtë? Komplimentet që ke marrë për shembull, cilat kanë qenë? Janë të shumta. Është një ndjenjë që tu pa tanë këto youtubera që kanë arrit, kanë korrë sukses dhe kanë shku në altë manent, edhe unë them me veti, shpresoj që edhe unë të arri këtë majen. Po përveç komenteve pozitive që e di që i ke të shumta, sepse i shoh në Instagram, të ndjek vazhdimisht, Noeli më del gjithmonë i pari, po ndonjë koment negativ, ose pak më me spec, s'ka ndodhur? Po, negativ. Negativ? Para pak ditësh, që ishte një faqe, mund të themi kot, mund të them me plot gojë, që të një video të një reels, në fakt që kisha bën humoristik në lidhje me të ngrënërën, nuk e dija keni pa. Patjetër që unë ndjej të gjitha. Edhe kishte komentu që si mësojnë prind fëmijët me fol kështu gjanash, me bë video kështu më mirë, shko bën luj aty me luj. Nuk e di se më mendon zvet, por që mendova mos më dhani hiç rëndësi. Çfarë mendon për këto komente negative? Dhe unë delete. Gjithmonë ka një opcion, delete comment. Po, çfarë mendon për këto njerëz që mund të hedhin ndonjë koment negativ? A të vrau ty kjo pjesë? Jo, as pak. Po prindërve të tu, si ju duk? Nuk është se kishim në reagim, wow, kështu, s'mi interesoj me të thënë drejten. Ato më duket se rrojnë kot në rrjetet sociale. Në qoftë se s'pëlqej, vazhdo rrugën. Dhe kaq, nuk është se bani në i prekje emocionale, se tu di që kam aq shumë njerëz që lënë komente pozitive dhe mendimet e tyre në videot e mia. Kjo ka rëndësi, komentet pozitive i shohim, komentet negative i anashkalojmë. Me një fshesa shu, i fshim. Disa këshilla që të kanë dhënë prindërit, që në veçli, dhe më thënë, që momenti që qënë i vogël, deri më tani? Në lidhje me që? Në lidhje me këto që po bën, me prezantimin. Ti jem sa më modest, i thjesht, në pasionin tem, që mos të egzagerohem shumë, nuk e bëj. Edhe... Akoma nuk të shrit mendja? Të shriti qik? Të shti, unë nuk e di. A i akoma i njëjti? Po. Do më thënë, nëse ti shkon në klasë, ai që thua, kam dalë mbrëm në televizor. Nuk kam nevojë ta them unë, se thojnë, o Noel ke dalë mbrëm në televizor. Edhe ti që je po, faleminderit. Faleminderit, ju dua shumë. Unë fakt po të më shifsh në rrugë me meç ose me vllajin, jam normal si ti jem në shtëpi, pra nuk është se po na shohin shtyt se mos na kapin video. Pra jam sa më e thjeshtë. Çfarë mendon, duke qenë se ti në shkollë, unë e përmenda edhe pak më parë, e ndan kohën tënde mes shkollës, mësimeve, sepse e di që je një nxënës i talentuar dhe ekselent. Si e ndan ti kohën mes mësimeve dhe pasionit tënd? Duke qenë se, siç e the edhe veti, kam shumë të lehta mësimet për mua, domethënë. Në momentin që unë kryj mësimet, bëj detyra dhe mësoj, unë vazhdoj këtë pjesën teme tjetër, pra pasionin tem, kur kam gjatë fundjavës,
por edhe në kohë të lirë gjatë javës, pse jo. Cila është lënda që të pëlqen më shumë në shkollë? Ajo që e nxjerr gjithë talentin tënd. Në çdo lëndë unë baj më të mirën time dhe jap maksimumin, por do të veçoja lëndën. Tash kjo është pak e vështirë se janë të shohin edhe mësuesit edhe. Po s'ka gjë, të gjitha lëndët janë të bukura, por njëra që e ke në zemër. Unë për shembull kam pas letërsinë. Sepse kishte aty dhe aktrimin, të gjitha. Mund të themelojmë letërsinë, teatrin që e bëjmë, por edhe këtë lëndë dhe inxhinierisë më pëlqejnë shumë. Të pëlqejnë shumë? Fizika, matematika. Në shkollë, zakonisht për festat, tani afër do të bëjmë edhe një shfaqje për festën e 20-29 nëntorit, ku po përgatisim gjëra të ndryshme dhe unë gëzohem shumë kur kena të tilla shfaqje, se përveç se aty në mësimeve që ne mund të lodhena pak, kena edhe argëtim. Cilat janë, ti merr gjithmonë rolet kryesore? Po gjithmonë. Po nuk ka si të ndodhë ndryshe që Noelit mos marr rolin kryesor në një shfaqje. Cilat janë disa aktivitetet të tjera përveç shkollës? Edhe mendoj se do të jem prezantues të shfaqja. Mendoj, kështu. Po, mendoj. Noeli prezantues e shfaqja, Noeli prezantues këtu te televizioni, në çdo vend. Përveç asaj ti thej që po merresh edhe me një shkollë tjetër IT-et. Shkollë kompjuterike, të cilat ka edhe pak nga matematika, por edhe nga anglishtja. Është e vështirë, Noel? Mund të jetë e vështirë në fillim, që sa të ambientohesh, por pastaj duket sikur po bën një lojë, le të themi. Unë momentalisht kam kryer 2 kurse, që është visual programming, kam bë graphic design, edhe gjatë verës kam bë gjëra të ndryshme. Tani jam tek web creation. Wow. Po ti qënë ke i talentuar, pse s'thua? Pra, këto të ndihmojnë edhe më tepër për të realizuar videot sa më profesionale. Sa kohë të merr që të realizosh një video? Nga fillimi i gjerimeve deri në fund, në përfundimin final. Po. Atëherë varet nga video, sepse unë baj vlog, baj challenge, po mund bëj edhe në një pjesë të shkurtër kështu. Mu zakonisht gjerimet mund të marrin, këto zakontat mund të marrin 1 ose 2 orë, bashkë me editimin 3 orë, nuk është se më zgjatë. Pra 1 orë të zgjatë editimi? Po. Kush të ka mësuar të editosh? Vetë. Sepse për të gjithë ato që nuk janë pjesë e televizionit, ose nuk është se e din pak a shumë se ç'është editimi, është një proces mjaft i rëndësishëm, por ama edhe i vështirë, sepse duhet që çdo gjë të jetë në perfekcion, në mënyrë që videoja të dalë ashtu siç duam ne. Po, dhe një sekret është që duhet me editimi, duhet me kenë sa më e bukur që videoja ty me të ecë. Për shembull, një sekret, si mund ta bëjmë videon që të shitet në publik, po e quaj kështu, ose të bëhet virale? E para, siç e thash, editimi të jetë sa më profesionist, videoja të ketë një temë të bukur, të jetë pak e gjatë, sepse aty intereson njerëzve, dhe... Mendon se videot e shkurta nuk ecin? Shkurtat mund të them më shumë që mund të ecin në rrjetet tjera, si Instagram dhe TikTok, ndërsa për YouTube duhet gjehen tema që trajtohen gjatë, dhe tema që janë bërë nga faqe të tjera të njohura. Tani, të kalojmë te pjesa nga vlogu në një pjesë tjetër. Unë thash që ti i bërë pjesë, Noeli është bërë pjesë e familjes të madhe të televizionit Star Plus, që në tetor. Është bërë pjesë e emisionit të fëmijëve dhe është një nga prezantuesit. Ato e shohim çdo të enjte, me personazhe të ndryshëm. Si t'u propozuam? Ne kena një të njoftur, një shok i babit, që duke më pa mu se si jam, që më pëlqen prezantimi e kështu, më tha, po pse nuk shkon te Star Plusi, sepse njifte në atë kohë drejtoration. Edhe më tha, mu interesu, foli shoku i babit me te, mandena unë shkova që se kërkoj që me më pa i herë me më interesu e kështu, dhe doli që e njifsha. Edhe ajo më njifte dhe kështu, më tha, a ke që, dhe unë normal që nuk mund... Nuk i thot
Kur jo? Jo. Prezantimit, Kur jo? kur jo. Erdhi puntata parë, si u ndjeve? I kishe emocione? Po, duke e ditur që ishte edhe live, Aha. dhe ishin ato emocionet e para se çfarë do bëj, si do dalë në televizor, si do sidhem. Çfarë do thonë të tjerët, Po. komentet pozitive apo negative? Dhe tani që vazhdojmë, jam fare rehat. Cila ka qenë disa momente të bukura që mund t'i veçosh nga gjitha këto puntata që ke bërë deri më tani? The Star Kids. Po. Për shembull kur ardhi Zë Vdeta, Aha. që kishim ato pjesë humoristike, jam kënaq shumë, por edhe me të ftuarit e tjerë jam kënaq shumë. Po ndonjë moment, nuk mund të them negativ, por ama që nuk e ke pëlqyer shumë. Okej? Që nuk e kam pëlqyer. Po, ose që nuk ka shkuar mirë ashtu si do doje ti. Mund të them që kur ka qenë Zë Vdeta, kishim ndërmend që unë bashkë me të, këtu të bënim një pjesë të shkurtër, me qenë se më pëlqen edhe aktrimi, por ishte ajo hapësira publicitare shumë e shkurtër, sa që s'na doli koha ta përgatisnim. Por që do ta përgatis në vijim, sepse unë e di që Noeli do ta gjejë një zgjidhje që ta realizojë edhe atë që do. Përveç këtyre, ti ke realizuar, siç the, edhe një intervistë me Mateosin. Po, Si ishte njohja me të? fare rastësore. Pra ishte ai momenti në 2019 ose 2020 në mos gabofsha, ku ishte prap karantinë dhe kishim kohë pa dalë kështu në për koncerte dhe ishte festa e birrës, festa e miqësisë, ku ishte i ftuar Mateos Froku, një nga këngëtarët që mu m'pëlqente shumë në atë kohë dhe vazhdon të jetë. Dhe unë i thash mamet, o mam, a shkojmë se do të kënaqena? Dhe atëherë pranume, shkume, dhe unë rastësisht u bë video, masi e kam postu 2 ditë mrapa, Mateos e kishte vure, kishte postu në story, edhe mane kena fillu të shkuj në Instagram të mesazhet, dhe krejt rastësisht në verë të këtij në Korrik, kishte një koncert të thjesht, jo e Fesës Miqësisë, ku unë para koncertit e takova tek një dyqan, krejt rastësisht dhe më pave, Hamonal, dhe më shpjegoj që më premtoj që gjatë verës të Festa e Miqësisë do merrte mu që në drejk dhe do të shkoj Do realizoni diçka diçka ndryshe, dhe do të merrte edhe te skena dhe kena bën një gjë shumë bukur. Po, unë shoh që fëmijët, jo vetëm fëmijët, por në përgjithësi fëmijët kanë marrë, mund të them, që t'ju flasin të huajve, që mundësisht ju kërkojnë dhe të bëjnë video apo t'i prezantojnë, ndërkohë që ti nuk ke fare këtë kompleks. Jo. E kam pas sepse kam qenë pjesë e Fesës Miqësisë dhe e kam parë që Noeli e mori skenën në dorë, më të them, doli para të gjithëve dhe nuk e kishte problem fare që të prezantonte këngëtarin e famshëm Mateos Froku. Ishte Dhe më shumë vjen knaqësi. mjaft mirë që kemi talente të tilla në Shkodër. Cili do t'jetë një personazh tjetër që do doje ta intervistoje. Ose, siç mund ta them, një që kishe dashur që ta kishe në vlogun tënd. Mendoj që, siç e thashë më parë, inspirimi. Inspirimi yt. Që të bëja pak intervistë për në lidhje me karrierën, lidhje me disa këshilla që mund të mjafte, lidhje se duke qenë se unë do doja me një ka gjallë. Këshilla që t'ka dhënë Mateosi, cila është? Sepse po merremi me këto të famshmet. Me personazhet publike. Ja kena kalu shumë bukur me Mateosin, thjesht Mateosi më ka thënë që mos t'jem asnjëherë, pra mos t'jem asnjëherë turp me dalë në kështu, mos të Mos të jesh vetvetja. po, që t'jem vetvetja. Po të mori shumë kohë pjesa e skaletës, mund të them, me pyetjeve, realizimi pyetjeve, apo të kanë ardhur. Jo, më kanë ardhur fill sepse
me qënë se ishte intervista e me parë dhe me zi po e prisha tak, i shkruva ato pyetjet e mia dhe isha shumë... Po i ke shkruar në ndonjë vend? Apo ka ndalë gjatë muhabetit, gjatë bisedës? Jo, unë i kam përgatit se... Duhet i përgatisi me lapse me letër, se çfarë do bëjmë, ku do shkojmë, si do jetë në të ardhmen Noel. Ke ndonjë ide se çfarë mund të bësh, apo do të vazhdoj prezantimi? Absolutisht prezantimi. Televizioni, Andrem. Ne pas pak do të kalojmë në një vend tjetër, sepse kemi një surprizë për ju. Një pjesë shumë argëtuese. Një pjesë shumë argëtuese, por çfarë do t'ju thuash, kujt do t'i thuash faleminderit dhe çfarë do t'ju thuash të gjithë atyre që po na ndjekin? Atëherë, unë du me falenderu tonë familjen teme që më mbështesin duke përfshi kështu hall, teze, daj. I përshëndesim nga studia e Star Trend. Gjyshet dhe i përshëndes shumë, i falenderoj që çdo herë më mbështesin dhe dua t'ju them që çdo kush që mund ta ketë një ëndër tillë, të vazhdojnë të ndjekun, sepse çdo kush ka sukses në atë që ka dëshirë me ndjek. Dhe me këto fjalë kaq të bukura nga Noelin, me këto fjalë kaq të mençura, rikthehemi sërish pas pak me një surprizë për të gjithë ju që po na ndiqni. Përshëndetje. Jemi me atë surprizën për të gjithë ju. Kemi kaluar në një ambient tjetër, jemi në makinë sepse do bëjmë challenge në makinë. Noel. Po. Unë e di që, po vazhdoj unë. Unë e di që ti e do shumë aktrimin. Challenge-i im i parë për ty është, po e di që ke frikë, por nuk është për ta pasur frikë. Po. Ti do imitosh dy personazhe nga Big Brother. Super, faleminderit. Jam shumë e mirë, e di. Do të imitoj Beatrixën. Oh, interesante. Vazhdoj. Tjetër, unë do imitoj... Po, Beatrixi veç ëmbën. Po një të bënë. Tani do imitoj... Kë? Ilirin. Oh, personazh interesant, personazhi që ka fituar Big Brotherin. Ha. Ka bo për... Qing mirë shi. Ka bo... Kaq. Pa. Një duar trokitje për Noelin. Ha, challenge-i im i parë, cili është? Tani, ti më bane me ushtru pak profesion këtë pasionin tem. Pa. Edhe unë po të them që keme më këndu karaoke, një këngë që dënë ti. Po do ma vësh muzikën, po. Me pas internet. S'keja? Po, ashtë karaoke. Hajde, po tingu. Okej, do t'jetë akustik. Po. Cilën këngë? Një këngë që në është e keni gjua më përpara. Nuk e di atë ka ndodhë, të goditesh brenda fort nga një shkëndi e bukur dhe e trist. Bravo! Po prit se nuk kam filluar akoma. Vazhdo. Po të në ty. Challenge-i im i dytë për ty vazhdon me aktrimin. Ne do ta shohim më vonë në një video të cilën e ka bërë të plot për të gjithë ju, por do prezantosh diçka tani si Blendi Femziu. Oh. Vazhdo? Po.
Me mbrëma të dashur teleshikuesi në ekranin e RTV Klan, siç do të hënë martë mërkurë në orën 21 dhe të njëjtën në orën 22. Po do ta bësh prezantimin për startën paktën. Po. I desh? Po tani. Rregull. Përshëndetje të dashur teleshikues të Star Plus Televizion, jemi edhe këtë pasdite së bashku për të trajtuar tema të tjera këtu në Star Trend. Me Diamirën. Faleminderit që më ftove në emisionin tënd i dashur. Okej. Një challenge tjetër për mua. Nuk e di pse po më pëlqejnë këto dënimet. Prit, se los kam fillu. Duhet të kem frikë. Të shti, hape pak gjamin? No. Po. Dhe bërtit? No. Unë jëm Diamira. Po, No. të bërtasësh. Të bërtas? Po. Po unë zbërtas kur. S'ka gjë bërtit të s'do që e ka një herë të parë. Po prit se duhet ketë pak njerëz, ha, këtu. Bërtit. Po ndëvesh. Unë jam Diamira. Pika në Instagram. Okej. O zot, wow. Challenge completed. O zot, unë u bëra kuq nga marrja. Të ju betohem. Challenge i tjetër. Duke qenë se ti më sfidove me karaoke, duke qenë se ti më thej të këndoje, do këndosh dhe ti. Ja. Pa. Këngën tënde që të pëlqen më shumë. Cila është? Nuk po bëj atë që më pëlqen më shumë. Një po këngë bëj që tjetër. duash ti. Qa të bëj? Prit. Ta bëj anglisht? Po. Qa do shumë më fa? Jo, vazhdo, se e kam prapa një ide. Ta bëj një këshu përsëritje me mend të mia? Okej. Kot kështu se si më kujtu se hapa rrjetin social TikTok dhe më dole kjo kënga, po nejse. And I wanna cry, I wanna learn to love. All my tears have been used up on another. Po ti pas ke zë Noel. Wow, shumë. Par. Do ta mbyllim. Ke ndonjë challenge tjetër për mua? Ja, se boll të bëna. Okej, mund ta merr pres edhe një. Ke ndonjë? Të shti... Unë kam po... Po mirë, Lena Kari, vazhdojmë. Okej, do vazhdojmë në një video tjetër. Kemi ne. Përsëri. Por do ta mbyllim videon me një këngë që ti e ke nxjerrë edhe në Instagram. Është kënga Rapatushe. Nuk e di a ke në celular këngën, por do e këndojmë. Po si me lanë pak mu? Sepse unë i kam mësuar edhe lëvizje që bën Noeli. Po. I kam mësuar të gjitha lëvizje që bën Noeli. Do ta bëj videon virale. Jo, se pas kam, po hajde kënojmë shumë a kapela. Okej, e kënojmë a kapela. Ku të filloj? Te refreni më mirë. Hajde, vazhdo. Po të dy, e? Po të dy. Hajde. 1, 2, 3. Rapatushe vogël je, Trëndafil buzën e ke. Rapatushe, rapatush, Si kur unë së don kërkush. se jeti Pasha kytë nënës, se jeti Jesi dritë e hënës, se jeti Pasha kytë nënës, Se jeti, jesi dritë e hënës. Tani, a mund ta bëj unë mbylljen? Po, mund ta bësh mbylljen, do të prezantojmë dhe videon tënde që do ta shohin të gjithë. Po. Cila është videoja që do ja prezantojmë të gjithë atyra? Imitim i opinion.
që është bërë gjatë karantinës. Dhe shpresoj t'ju pëlqejnë të ëndve. Ju falenderojmë që na ndoqë gjithë këto minuta. Ne jemi kënaqur shumë. Dhe shpresoj që së shpejti në një intervistë tjetër të bëjmë prapë shumë marrëzira. Po, do bëjmë marrëzira, do bëjmë challenges sa më shumë, sepse Star Trend nuk është vetëm një emision me, mund të them, me një intervistë të thjeshtë. Ne do të krijojmë gjëra të bukura për ju. Dhe kjo ishte intervista ime. Ju mund na ndiqni për më tepër në kanalin tim në YouTube, në faqet tona të Instagramit dhe do të Gjithashtu dhe në kanalin tim në YouTube. Yes. Mund t'i sejmë emrat ose do i vendosim këtu poshtë. I vendosim këtu poshtë. Dhe ju falenderojmë që na ndoqët. Po, dhe së shpejti me video të tjera. Faleminderit që na ndoqët. Do shihemi sërish puntatën e radhës me personazhe dhe rubrika të tjera. Goodbye. Nice. Nga studio emisionit Opinion, si çdo hënë të martë mërkur në orën 22 dhe të ejtë në orën 21. Në emisionin sotëm ne do t'i drejtohemi Pollum Piperos me disa pyetje të rëndësishme që na kanë ardhur nga Facebooku. Por më parë kam ja 2 fjalë gjysmë për qytetarët. Gjithë populli, gjithë shqiptarët, a gjithë bota që po na ndjek nga televizioni TV Klan, erdhi çasti shumë pritur nga ju. I shumë pritur. Besoj se dini për çfarë kam fjalën. Nuk keni më nevojë të vareni tek tavani. Hyp gjithë jashtë. A u knaqe tani që ditni jashtë, që ditni e bëni? A u knaqe që u hapën kafet? Kemi përgatitur një insert se si tani dalin femrat për të shkuar në parukeri si janë bërë si burra. Falë Zotit mund thoni ju që tani mund të heqim maskat. Ndiqeni se si e ka hequr ky maskën. Atëherë pa humbur kolet vazhdojmë me një herë me pjesën më të rëndësishme me Pollum Piperon. Ne kemi disa pyetje të drejtuara nga i gjithë populli shqiptar që na ndjek live drejt për drejt në televizionin TV Klan dhe Klan HD. Atëherë, një pyetje nga Egla Kraja është: kur do zhdukeni nga televizioni? Hiç fare. Të mos bëjmë pyetje ty. Por Egla Kraja që ka bërë këtë pyetje e dëgjuat edhe përgjigjen e Pollum Piperos, i cilin e kemi në studio dhe na përgjigjet gjitha pyetjeve që ne po bëjmë. Atëherë, kemi përgatitur një pyetje shumë të fokusuar tek 3 ata të parlamentit shqiptar. Pyetja është: dëgjoj me vëmendje Pollum dhe përgjigjej sinqert. Dua t'ju pyes nëse do vinin në Covid në spital dhe do i kishit ju në dorë, pra nëse do vinin njëkohësisht Edi Rama, Ilir Meta dhe Sali Berisha dhe të treve ju duheshe respirator, e ju të kishit vetëm një, na thoni hapur këtu, kë do zgjidhnit? Berishën. Pse? Pas pedalo. E qa pastaj? A më pyetët mua këtë do zgjidhja? Unë Berishën do zgjidhja. Do me thënë, do lije 2 djemë të rinj të vdisnin dhe të shpëtoj atë që i ka plotësuar vitet e jetës, a? Unë nuk jam si ata, jam ky. Unë Berishën do zgjidhja. Do t'i jepja mundësinë maksimale Berishës. Turp të keni. Dhe zonja dhe zotrin, Pollum Piperos! Shihemi në emisionet e ardhshme, mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Hotel Golden Palace, Butik Anoe dhe Moda Greke.